Si ka qenë me qenë prokuror pas luftës në Kosovë, pra një shoqëri e dal nga lufta, një shoqëri në tranzicion, që shpesh herë nuk është kuptu ndështë edhe roli i prokurorit edhe rëndësia e ligjit, dhe është menduar pra që ligji duhet bëhet nga të fortit. Si ka qenë kjo periudhë për juve personalisht, pra çfarë bare, çfarë peshe keni bartë? Nuk ka qenë lidhë me po vendin tonë në anarki. Kër na këthyna, kër këna fillu me punu, nuk ka pas siguri prokurori, nuk ka pas kushtet punës, nuk ka pas pagë. Na 70 vjetë këna punu me një pagë, vetëm pëse kemi kalu muj, për me punë, me interesim të madhë, kemi arrit që të rrisim numrin, roli jam ka qenë si prokuror, të rrisim numrin e prokurorëve, sepse nuk ka mundësi me numër ashtë vogël prokurorëve, sa kemi qenë fillim, të bartet gjithë kjo peshë e landëve. Derisa unë i kom udhëheq prokurorinë e Prishtinës, kemi arriti, kemi 63 prokurorë. Edhe 63 prokurorë, kër kom të shumë prokurinën, unë të regova sa landë i ke marë në fillim, mas lufte, kër kom dërzu mandatin e kërë prokurorit, në krimet rana i kom landë mesatarisht 8 landë pa krime, kurse në krimet përgjithshme 30 landë. Që të mënë, ka qenë sukses për mu, jashtë zakonshëm. Po siguria e prokurorëve, si ka qenë? A e keni ndi ndonjëherë vetën të kërcënuar, pra e një kërcënu ju, ose edhe kolegët tua e tjerë? Po, është interesant çështja e sigurisë, personave që punojnë në drejtësi. Dikur mësohesh me atë. Ndoshta fillimi është i drojtën për secilin që do të bëjë. Mirë, po me fillimin e punës, njeriu është qenë e tillë që e largon atë përnyshje së në punon, nëse gjithmonë e ka atë ndjen të pasigurisë. Personat që duhet përcaktohen për prokurorë dhe gjyqtarë, posaçërisht për prokurorë, duhet të kenë dy të cilësi, të kenë njohuri profesionale, të kenë guximin profesional dhe të kenë pasërtin si person. Domthonë këto 3 baza e bojnë një prokuror dejnë. Prandaj duhet të pason me vetvete secili që don me marrë rolin, se ka njerë është e dëshueshme, po s'është e mundën. Nuk mundi kalon ti ato faza edhe ato kërkesa që lypen për teje. Po, keni qenë ju kur është sulmuar pra prokuroria në Prishtinë, keni qenë atëherë krye prokuror, apo ka ndodhur kjo më herët me granat dore pas luftës? Unë kom qenë atëherë në gjykatë të lartë. Keni qenë në gjykatë? Po me qatë objekt. Mirë pa ajo sulmum pas dite, kur s'kanë qenë për do të kështë që njohuritë nuk kanë, jo unë pas kërkush, vetëm e dim si prokuria e shtetit, Musaf Shalon, është gjujt zyri ati, po personel s'ka pas aty, për fatë mirë, dhe s'ka pas pasoja njerës. Po. Pra, një prokuror ka vepruar pra në kushte jashtëzakonisht të vështira, mbi gjitha kur nuk është i sigurt ajo se familja e tij. Unë mendoj që u dash me pas vullnetin, dashurinë ndaj vendit tonë, për me punu një punë tillë në fillim. Po. O dash me ka një përkushtum dhe dashamir shumë i mirë i vendit tonë. Për një shokon të shtirë. Po politika, sa ka qenë largë, sa i ka pas duart largë politika nga prokuroria? Është këtë personales, cili person e udhëheq prokurinë dhe sa ka ndikim politikat e ti, sa ti je rezistent ndaj ndërhyrjeve. Unë me besimin tem, të mund që besoj, jo mundua që asë një ndërhyrje kur mos të mërinë deri të prokuria jonë. Mirë po, nuk ka pas mundësi të kontrollojë çdo gjë, se ka qenë numri i madh i landëve, numri i madh i prokurorëve dhe për me dije asnjë rast nuk kemi lejuar me ndërhyj politika. Për me dije. Për mundësi tjera, kanë qenë shumë mundësi tjera për kapjen e ndaj prokurorit së gjyqtari, por në esencë, në përgjithësi kemi kalu dhe kemi pështu për indikimit politik. Unë mendoj ashtu. Nuk do të thotë që është mendimi i përgjithshëm, po unë konsideroj se është punue pa ndërhyrje.